Jemi rikthyer në studio, diskutojmë tani edhe për sa i përket hapjes së grup kapitullit fundit mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Zoti Fico, ditën e dieshme u hap edhe grup kapitulli i fundit për burimet, për kohezionin dhe për bujqësinë. Kjo e fundit, sa e rëndësishme është dhe sa sfidë është për vendin tonë? Po, të dyja janë shumë të rëndësishme. Në një farë mënyrë nuk e di, kanë evoluar politikat e Bashkimit Evropian, por ndryshe besoj që pak vite më përpara do të ishte ndoshta më e rëndësishme, sepse buxheti i bujqësisë dhe buxheti i zhvillimit rural në totalin e buxhetit të Bashkimit Evropian zinte gati gjysmë. Tani ka rënë sepse një pjesë e madhe e fondeve jepen edhe për kohezionin, pra që e përmendën, por janë të lidhura shumë ngushtë. Pra, zhvillimi rural me kohezionin janë të lidhura shumë ngushtë, dhe një pjesë e madhe jepen edhe për teknologjitë e reja, për inovimin, për mbrojtjen, pra mbrojtjen nga problemet e ndryshme, pra nga problemet e ndryshme të nda ekonomike që mund të ketë, pra siç ishte rasti i luftës në Ukrainë ose pandemia. Pra këto janë fondet e sigurisë sociale të Bashkimit Evropian. Pra këto tre fusha marrin kryesisht rreth 30% të buxhetit. Por sidoqoftë bujqësia mbetet shumë e rëndësishme dhe mbetet shumë sensitive për Bashkimin Evropian, patjetër dhe për ne. Shumë e rëndësishme sepse nga ana tjetër, sepse unë besoj që politikat e ndekura deri tani, pra politikat që kemi ndekur ne, masat që janë marrë, pra, nga ZBR-ja, nga qeveria, janë masa që nuk funksionojnë më. Dhe ishte interesant, do e kam thënë prej kohësh, por ishte interesant, për shembull, një debat parlamentar, një seancë parlamentare në atë të ekonomisë, që ku domethënë vjen duke fakti që Ministria e Bujqësisë nuk është në gjendje të shpenzojë buxhetin, pra nga rreth 50 milion ose ndoshta pak më pak euro në vit subvencione për fermerët dhe subvencione për bizneset bujqësor, mbi 20 milion euro, ndoshta edhe më shumë, janë të pashpenzuara ende në fund të vitit. Pra, ndërsa ne themi që duhet të rriten fondet dhe deklarojmë që po rriten fondet, nga ana tjetër pra kemi një problem të madh që fondet nuk arrin të shpenzohen. Dhe ky është një problem sistematik. Pra, tregon që masat që propozohen nuk janë masat e duhura. Tregon gjithashtu që burokracia, pra ajo burokracia e mirë ose më mirë institucionet tona nuk funksionojnë, pra nuk janë gjendje të disbursojnë parat. Pra edhe sikur masat mund të jenë të mira dhe politikat janë të mira, institucionet tona nuk janë gjendje të disbursojnë parat për fermerët. Pra ndërsa bujqësia ka shumë nevojë dhe ka një nevojë etike për investime, edhe ato pak para që ne mundemi t'ia japim, nuk jemi në gjendje pra t'i disbursojmë ose t'ia kalojmë bujqësisë. Prandaj për afrimi me Bashkimin Evropian është një gjë shumë e mirë dhe Bashkimi Evropian ka politikën e fermerëve të vegjël. Pra, një fermerët e vegjël. Ne i trajtojmë dhe ky është një problem pra i sistemit, i mënyrës se si e shikojmë ne. Ne e shikojmë ende bujqësinë si biznes të mirëfillt dhe si një biznes të madh. Nuk kemi ne biznes të madh në bujqësi dhe biznes të mirëfillt. Ne kemi fermerë të vegjël. Dhe për këtë duhet të parafrohemi me fermerët e vegjël që ka Bashkimi Evropian. Dhe Bashkimi Evropian rreth 1.000 euro, 1.500 euro, nëse nuk gaboj, do të jenë subvencionet e reja për fermerët e vegjël, pra rriten nga 1.250 euro do të shkojnë në rreth 1.500 euro për fermerët e vegjël në vit. Dhe pra nëse ne do t'i njihnim si fermerë të vegjël fermerët tanë, si ekonomi të vogla, atëherë nuk do të kishte edhe probleme në disbursimin e parave, qoftë parave të qeverisë tonë, qoftë parave të Bashkimit Evropian. Prandaj është shumë e mirë që po i hapim këtë, është një gjë shumë e mirë që po i hapim diskutimin pra për bujqësinë dhe për afrimin sa më shpejt me Bashkimin Evropian. Por duhet të harrojmë masat dhe politikat aktuale dhe duhet vërtet të parafrohemi me Bashkimin Evropian, sepse për ndryshe ne nuk kemi gjendje pra të shpenzojmë fondet tona, imagjinojmë nëse ne do kemi gjendje të shpenzojmë
fondet e Bashkimit Evropian. Dhe e kemi diskutuar shumë herë këtë, ndoshta pak vite më parë, sepse tani janë shtuar problemet, pra është lufta në Ukrainë, ka më shumë fonde për ushtrim, për luftën, për masa tjera, ka më shumë papunësi, ka më shumë mbrojtje sociale. Por ndoshta pak vite më parë, nëse ne do të ishim antar, mund të përfitonim dhe 1 miliard euro në vit nga Bashkimi Evropian për bujqësinë dhe zhvillimin rural. Kjo shifër tani është në diskutim, por si të qoftë do të jetë shumë herë më e madhe se sa shifra që japim ne vetë, pra që jep qeveria shqiptare. Dhe kur ne nuk përdorem dot fondet tona, si do të jemi në gjendje të përdorim këto fondet e Europës? Ky është problemi më i madh që ne duhet ta diskutojmë paralelisht edhe me parafrimin me Europën. Mbase nga që jemi shumë të vegjël kam fjalën si fermer, mos bashkimi është zgjidhja në mënyrë që edhe menaxhohen më mirë ato para, po edhe përthithen. Bashkimi vlen më shumë për të qenë kompetitiv, pra për të qenë konkurrues. Nëse ne duam të jemi konkurrues, pra nëse ne duam të krijojmë ekonomi bujqësore, patjetër që duhen format e kooperimit dhe bashkëpunimit. Por pra janë dy aspekte, sepse bujqësia nuk është thjesht prodhim dhe thjesht eksport dhe thjesht biznes. Bujqësia ka dhe anën e saj sociale, pra ti je një prodhues i vogël, je në kushtet e mbjetesës, por çdo qoftë pra ndihmohesh nga shoqëria, ndihmohesh nga shteti në mënyrë që të mbjetosh dhe të kesh mundësi të rritesh. Pra nuk duhet haruar dhe ky aspekt. Pra në anën e bujqësisë, në bujqëve të vegjël, bujqëve të mbjetesës, që si të qoftë prodhojnë, ndoshta dalin dhe pak në treg, nuk e shikoj si problem shumë të madh që të vazhdojnë ndihmohen, pra të marrin ndihmë si ferma të vogla. Ndërsa bashkëpunimi pastaj ose kooperativat kërkon një strategji tjetër, kërkon një këndvështrim tjetër. Ata duhet jenë vetë fermerët që duhet ta shikojnë veten si prodhues, si eksportues, si biznese, dhe pastaj të bien dakord që bashkëpunimi na ndihmon për 1, 2, 3, 4, 5 arsye që ndodhin në Spanjë, ndodhin në Itali, ndodhin në Francë, pra gjithë vendet e tjera që kanë kooperativa, kanë forma bashkëpunimi dhe ja dalin, pra janë eksportuesit ose prodhuesit kryesor, atëherë edhe tek ne fermerët duhet ta bëjmë këtë gjë ose mund ta bëjmë këtë gjë. Por ata vetë duhet biden. Unë e shikoj të vështirë pra që shteti t'i bindje ose ne sado ekspert ose sado shembuj që mund parësh t'i bindesh. Por shembujt janë aty, pra Spanja funksionon bi kooperativa. Spanja ka 40% fermer të vegjël, pra që kanë 2 hektar tokë, 3 hektar tokë maksimumi dhe pastaj janë të bashkuar në kooperativa. Dhe kooperativat pastaj nga ana e tyre funksionojnë si bizneset me filta me TVSH, e cila është historia e suksesit, pra është forma e suksesit të Spanjës. Nëse tek ne duan ta bëjnë, okay, nëse nuk duan ta bëjnë, nuk besoj se kanë një teori shumë të madhe që mund t'i bindesh njerëzit. Por duhet mbajtur paralelisht qoftë ndihma direkte, pra për fermerë që duan punojnë mbi baza individuale, qoftë për ato që shikojnë biznesin si mundësi pra për të ecur përpara për të arritur prodhimin. Zoti Fico, ju falenderoj për gjitha mendimet dhe sjellja në studion e televizionit Skan, ditë mbar.